Një shtetas francez me iniciale ZK u arrestua për veprën penale mashtrimi kompjuterik. Në kuadër të hetimeve, dyshohet se ky shtetas në bashkëpunim me shtetas të tjerë ka përvetësuar të dhënat bankare të shtetasit të ndryshëm shqiptar nëpërmjet përdorimit të kartave SIM të regjistruara me identitete të tjera dhe dërgimit masiv të mesazheve mashtruese me përmbajtjen. Posta shqiptare, paketa juaj AL 91359200 i nështrohet tarifave doganore 55 lek. Ju lutem konfirmoni dorëzimin në arkivpostal.com. Sipas informacioneve zyrtare, nga hetimet ka rezultuar se shtetas të huaj kishin krijuar faqe të rreme që imitonin faqet zyrtare të postës shqiptare dhe nëpërmjet dërgimit të SMS-ve me linqe mashtruese, synonin të merrnin të dhëna personale dhe bankare të qytetarëve shqiptar me qëllim përfitimin e paligjshëm të vlerave monetare nga llogaritë e tyre bankare. Ndaj këtij shtetasi u vendos caktimi i masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues, atë me arrest në burg.